Doktor Roman, një shqetësim tjetër që do doja shkurt ta ndanim bashk, janë objektet e huaja që na kryesisht i shkelim, gjilponat, në i gjam, ndonjë therr, të cilën shpesh na vron, nuk e hekim, e lajmë aty sepse nuk e dim që është mrena. Edhe këto i largoni. Patjetër, këto do të thotë i largojmë, pjesë të metalike i largojmë me përcjellët të skopisë, të cilën do të thotë e përcjellëm edhe sakt, shkojmë me premje minimale me anestezion lokale dhe i largojmë. Ndërsa therrat është një problem tjetër sepse edhe ato largohen, mirë po ato shkaktojnë infeksione. Infeksione, reaksione dhe faktikisht ajo më në kohë nëse detyrimisht të tërgën të mjeku për shkak të dhëmbjeve të bashkë. Ndërsa trupat metalik, nëse futen thellë, do të thotë ata mundën edhe mos mëndojnë simptome, veç rastësisht e sheh. E qysh? Rastësisht për një ekzaminim tjetër edhe e sheh, do të thotë. E mandej thotë pacienti thotë më kujtohet edhe para 5 vite, para 10 vite këm pas ku më shkel një gjilpon, por nuk e di shka u bëme. S'paraqet në rrezik nëse rrin trup një gjilpon, për shembull, një gjilpon do të thotë çdo trupi i huaj është mirë me u largu. Në rrezik do të thotë nuk paraqet se organizmi e lokalizon. E lokalizon, ajo mbështillet me inde fibrotik, kapsullohet edhe nuk sjell mirë, po gjithmonë është një bombë kurdisën që për një moment mundet me shpërthy, mundet me infektu, mundet me lëviz, me shkaktu probleme tjera.